Më ka rastisur të dëgjoj dhe të lexoj për një rast që ka ndodhur në Medinën e ndritshme, në kohën e Imam Malikut. Tregohet se njëherë Imam Maliku, duke mbajtur një ders në xhami, u dha lajmi se në Medinë ka ardhur një elefant që asnjëherë nuk kishte ardhur në Medinë elefant përveç se në atë moment. Të gjithë njerëzit ishin kureshtar të shohin këtë krijesë të Zotit xhaleshanuhu. E të gjithë talebet e Imam Malikut e braktisën dersin edhe shkuan të shohën elefantin, krijesë madhështore të Zotit xhaleshanuhu. Dhe kjo është një gjë e çuditshme që nuk ishte ndodhur përpara në qytetin e bekuar të Muhamedit alayhis salam. Por në këtë mexhlis mbeti vetëm një nxënës me emrin Yahya bin Yahya el-Laythi. Imam Maliku i drejtohet nxënësit të vet duke i thonë, të gjithë shkuan e ti mbeti me mua. Si e shpjegon këtë gjë? I tha, i nderuari imam, unë nuk kam ardhur prej Andaluzie të shoh sa kështu krijesa, por unë kam ardhur prej Andaluzie, prej Spanjës së sotshme, që të marr dijen tënde edhe moralin tënde dhe sjelljen tënde. Dietarët islam të nderuar besimtar, kur e komentojnë këtë ngjarje të Malikut radiallahu anhu, thuan që sot janë shtuar shumë elefanta. Sot, gati se në çdo moment njeriu ka mundësi që ta humbje kohën kot e kot. Telefonat, bisedat e kota, lojrat e kota në përgjithësi dhe kështu me radhë. Të gjitha këto janë elefanta që neve na largojnë nga qëllimi përse jemi në Ramazan. Him me namaz me trup, ndërsa zemrën e kemi diku tjetër. Yahya el-Laythi zgjodhi dijen para kureshqes, zgjodhi ahiretin para dunjas dhe zgjodhi qëllimin para kujdesjes së tij. Të nderuar besimtar, Imam Maliku e veçoi këtë nxënës nga se pa seriozitetin e këtij nxënësi dhe e bëni pasardhës të vetin. Prandaj thuan dietarët islam kur e shpjegojnë këtë rast, mos lejojmë që elefantët e kohës së sotshme të na shpërqendrojnë nga qëllimi i Ramazanit. Allahu xhaleshanuhu e obligoi muslimanin me agjerim me qëllim që të largohet nga gjërat e këqija dhe t'i afrohet Zotit xhaleshanuhu me adhurime të ndryshme.